Qytetarët e Maliqit, por edhe ata të njësive të mëdha administrative, tashmë do të kenë orare më të gjata lëvizje drejt Korçës me anë të linjave ndërqytetase. Vendimi është miratuar në Këshillin e Qarkut të Korçës pas kërkesës së vetë qytetarëve, por edhe të operatorëve të këtyre linjave, duke e rritur edhe me 2 orë më tepër mundësinë e lëvizjes. Orari ishte nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 16 të mbasdites. Momentalisht me kërkesën tonë do shtohet deri në orën 18. Nëse do ketë kërkesë nga qytetarët apo edhe nga operatorët për shtimin e orareve, ne jemi të gatshëm që të bashkëpunojmë dhe të shtojmë orare të tjera. Operatorët e linjave ndërqytetase që punojnë me linjën e Korçës e vlerësojnë vendimin, por shprehen se duhet të ndërpritet konkurenca e pandershme nga mjetet e palicencuara. Ne kemi çdo 20 minuta. Ka interes, ajo po të pritet makinat e palicencuara. Janë gjithë vetura që punojnë, ka shumë tëra pa licencë. Në territorin e Bashkisë Maliq, në qytet dhe në njësitë e mëdha administrative, janë 18 operatorë të linjave ndërqytetase që punojnë me linjën e Korçës.